Nga Durrësi zgjodhen Shkodrën për të përkujtuar ditëlindjen e aktorit të mirënjohur të skenës dhe ekranit shqiptar, të ndjerit Mirush Kabashi. Kjo për faktin se ai ka lindur në Shkodër, siç kujtuan organizatorët dhe pjesëtarët e familjes së tij. Ekspozita me fotografi nga rolet e tij kryesore në skenë dhe kinematografi, promovimi i librit të titulluar Mirush Kabashi, Sokrati shqiptar, dhe dokumentari 100 maska një shpirt përbënin përmbajtjen kryesore të aktivitetit përkujtimor të Mirush Kabashit në Kinema Republika Shkodër. Është një dokumentar i cili po ashtu përfshin një sër të jo vetëm momenteve kryesore të karrierës së Mirushit, në gjithë unikalitetin e tij, të karaktereve të ndryshëm që solli, por një pjesë e rëndësishme dhe çfarë është thënë në lidhje të realizimit të figurës së Sokratit shqiptar, i pagzuar tashmë nga kritiku Josif Papagjoni. Dyfish e emocionuar pasi Shkodra është dhe vendi ku i mat lindi dhe ka një kuptim të veçantë të transmetojmë të gjithë dokumentarin, librin, monografi dhe të kemi Shkodrën pranishme këtu. Se i mat lindi dhe pati fëmijërinë e tij, një pjesë jo të vogël të fëmijërisë tij këtu dhe besoj që ka një emocion të veçantë. Edhe pse me gjurmë të thella në teatrin edhe në kinematografinë shqiptare, në Shkodër ai ka qenë mjaft i dashur dhe ka lënë disa personazhe të cilat qytetarët dhe ardashësit vazhdojnë ta thrasin me emrin e personazheve. Dhe kështu mbetet i pranishëm dhe i qëndrueshëm gjithmonë mes nesh, me rolet e tij të panumërta, shumë të dashura dhe tepër specifike. Gjatë këtij aktiviteti, aktorë shkodranë interpretuan pjesë nga karriera artistike e Kabashit, ndërkohë që në dokumentarin kushtuar kësaj figure të shquar të artit shqiptar, u veçuan momentet më të veçanta të jetës dhe angazhimit të tij artistik. Ky dokumentar pasqyron gjithashtu edhe arritjet e spikatura të artit të kinematografisë shqiptare. Mirush Kabashi, me origjinë nga Gjakova, ndëroi jetë në vitin 2023, në moshën 75 vjeçare.